çdo ditë më afër me normat e një demokracie. Gjëja e parë që duhet ta përjashtoj është mashtrimin, fenomenin e mashtruesve në politikë. Apo. Dhe mashtrues politik unë i quaj gjithë ata të cilët paraqiten si ndryshe nga çfarë. Tani për shembull, mashtrimi i madh është t'ia drejtosh gishtin zjatin selës dhe t'i thuash 20 vite qeverisja juaj. Dhe këtë mashtrimi është akoma më i madh kur këtë ta bën 20 me gjithë. Se ato 20 vite janë tati. Po njësoj është mashtrim kur ta drejton gishtin Bilal Kasam. Se dhe i një 10-12 vite është pjesë e ati 20 vjeçari, apo jo, bashkë me këto aktore të tjerë politikë. Po si do që tjetë, këtë nuk e them për të nxit grindje, por për tregu realisht një realitet. Po, zoti Sela, nëse ju nuk pranoni drejtim gishti për akuza të këtij 20 vjeçari, gjatë fushatës ju jeni thirrur në sukseset që i ka pas ky 20 vjeçar. Konkretisht. Që i bie a vjen sikur kjo është e përgjithshme. E përgjithshme, po. A i vjen sikur bashkëndani sukseset, por refuzoni akuzat? Unë mendoj që në fushat nuk është që kam mbajt ato qëndrime të cilet ju i thoni. Unë më tepër kam folë për fenomenin e të ardhmës shka na pret. Një sukses i Kristian Mickovskit, sepse ky është sukses i Vlenit, është i Kristian Mickovskit. Bi dakord, këtë kam thënë edhe në fushat, dhe këtë e thonë gjithë aktorët politikë. Është që të prish organizimet politike të mirëfillte tradicionale shqiptare, që janë BDI-ja, PTSH-ja, Alianca për Shqiptarët, që pak a shumë ka të njëjtin brum elektoral PDSH-s që e kanë pas të përbashkët, dhe të të zhvlerësoj, të krijoj, të japë fuqi politike, duke shfrytzuar zgjedhjet lokale, disa krijesave politike të cilët janë gatuar në zyrat e VMRO DPMN-s. Dhe këto gjëra i kam thënë publikisht. Rikthehemi te përçadhe sundo. Po pra, i kjo ide e gjithë. Qëllimi final i kësaj përsëri nuk është vetëm mbjetesa e këtyre subjekteve politike. Nëse keni parasysh propagandën kundër figurës së politikanit shqiptar, pa dash unë bëj gjyqin të ndonjë figure publike, se sa është e pastër ose e ndyr, nuk e marr të drejtë, apo? Por fenomeni që ndodh, që duhet të nxihet figura e politikanit shqiptar, kushdo qoftë ai, korrupsion, krim, e këto gjëra që vazhdimisht bën përpjekje establishmenti politik maqedonës, ndërkohë që realisht korrupsionin nga ata e kemi. Unë nuk them që duhet arsyetuar edhe ky korrupsion i vogël këndej, se duhet luftu si andej si këndej, po jo vetëm të merret dhe të nxirret në sy qytetar vetëm ky segment i vogël i politikanëve të korruptuar, apo po të nxirren të gjithë. Duke shtuar kësaj, pastaj edhe idet tjera, këto joshjet me pushtet që zjadini dhe hyje dhe bëhet pjesë e qeverisë e gjithë. Kam shumë kujdes në këtë drejtim, që në fundit ne nuk na duhen pozicione ministrash e kryeministrash, por na duhen sistem i cili do të na bëj të mbrojtur pa marrë parasysh kush është kryeministri i cili do udhëheq vendin. Zoti Sela, mes idealizmit dhe pragmatizmit, le të flasim realisht. Si mendoni që do të arrini ta mbani mbas vetes të elektorat duke qenë vazhdimisht në opozitë? Se shembujt janë që njerëzit funditës kanë filluar të bëhen pragmatistë. Tani unë du t'jem shumë. Si do ruani balancën e idealizmit me pragmatizmin? Pse i thoni pragmatizëm? Kujt i thua pragmatizëm? Që njerëzit pranojnë ka pushtetin. Kam nevojë për një vend pune, dhe do shkoj do e shes votën ti, ose kam nevojë për 6.000 denar. A nuk ka ndodhur? Po, jo ndodh për ditë. Po pse e zbukurojmë, ose e themi me një term që është i pakuptueshëm. Po si do i bëni balli ju? Pragmatizëm, apo ose klientelizëm, o shitje interesi. Dhe është një cikël vicios në të cilën ty hyn dhe s'del kurrë. Unë jam mundu si do i bëj ballë. Thjesht, unë du t'jem vetvetja në opsionin politik të cilin e përfaqësoj. Unë du t'jem e vërteta, që duhet thënë nga dikush pa marrë parasysh ai merr shpërblimin apo jo, se nuk e bëj për shpërblim, në fundit. Unë du t'jem opcioni i pastër.
Dhe ne kemi bërë ballë për sa kohë nuk po shfaqen ca krimba që më shkatruan brenda organizimin politik. Dhe unë kam besim ke shqiptarë. Dhe unë jam shumë i vetëdijshëm që një pjesë e shqiptarëve janë zhgënjur me veprimet e mia politike të vitit të kaluar, por që kanë qenë të detyrueshme, jo se i kanë bosh dikujt, po për të ruajtur një bërtham që do të jetë vetvete dhe do ta thotë të vërtetën, si në vërtet, ti them atij të riut, por e kuptoj që ti ke drejtën në një vend e punë. Por ti s'ke asnjë drejtë në emën të vendit punës tënd. Ti mbyllish me qindra vende punë të tjerë për bashkëmoshatarët tuaj. Se kjo është kur ti bëhesh pragmatik, si keni qejf ta thoni, dhe tani thua, unë do realizoj një interes dhe do e marr këtë vendin tim të punës, dhe nga ana tjetër pa mundëson që ne ti marrim shumë vendet e punës, duke votuar një subjekt politik i cili është i damshëm për atë që quhet e përgjithshme, e jona, kombëtare, apo. Nëse ne do votonim me idenë ashtu siç duhet, ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, unë kam pjesë të kauzës prej se ekziston alianca për shqiptarët. Jo këta që thon këto që thirrën në emën të aleancës, që njëri është këshilltari i Gruevskit, kur unë vritesha rrugëve të koridoreve të parlamentit, e tjetri, ku di unë, Bruksele, ku di unë ku ka qenë, që thirrën, që thatë ju, apo, në emën të aleancës, këto nuk e kanë idenë se për çfarë ligji flasun.